Ti largojnë i notët mes veti, ai që ka fitue, të punojnë për Kosovën të gjithë. Për mua, të gjithë janë të mirë. Po populli ja ka treguar venin se sa kanë fitue. Përshëndetje. A mundesh me na tregu pak rreth situatës politike, po edhe krejt situatës në Kosovë? Çfarë kishe komentuar ti? Unë komentoj jo sikurse po komentoj tragjedike, se demokracia s'ka edhe të mirat, po i ka edhe ato pengesat e veta. Demokraci nuk do të thot me boshka të do njeri, demokracia i ka lirit e veta. Unë bëj një thirrje të gjithë politikanëve mos shtyhen ndër veti, mos të largojnë i notët mes veti, ai që ka fitue, atë sa ka fitue, në të prenohen përsëri sa ka fitue atë që ka dhonë populli, mos të shojnë se është pasqyrë e keqe për popullin edhe për Kosovën, që me nije ndërkombëtarët me na pa që kemi probleme të brendshme. Vërtet do të me ditën që sipas meje, unë jam apolitik. Kjo pasqyrë e keqe për Kjo Kosovën. është pasqyrë e keqe, pasqyrë prej intelektualëve, pasqyrë e keqe. Intelektualët do të bashkëpunojnë mes veti, do t'ja prenojnë njëri tjetrin, të punojnë për Kosovën të gjithë. Për mua, të gjithë janë të mirë. Po populli ja ka treguar venin se sa kanë fitue. Do ta prenojnë aq din. Edhe me gjetë gjuhën e përbashkët. Edhe me gjetë gjuhët përbashkët na qytetarët, unë po flas si qytetar i Kosovës. Ne gjejnë gjuhët përbashkët politikanët. Qysh na tani kemi gjetë gjuhët Që me mbaru ky kaos politik. Me mbaru e një herë për gjithmonë. Ne të funksionojnë gjykata, drejtësia paspori. Se pa drejtësi s'ka as ekonomi, as zhvillim ekonomik, as gjë tjetër. Faleminderit shumë. Me dërqofshi, edhe inshallah do të ketë zgjedhje të lira dhe demokratike. Shumë faleminderit. Me dërqofshi.